Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë me kthjellime dhe alternime vrenësirash mesatare, lokalisht deri të dendura në zonat malore, në lindje dhe në jug, gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Vrenësirat u shoqëruan dhe nga reshishiu të dobta, të izoluara, kryesisht në formë pikash, përqendruar këto në relievet malore, në lindje dhe në jug të territorit, ndërsa era ka fryrë lehtë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 m/s, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 7 deri 23 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 8 deri 27 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 25 gradë Celsius. Për ditën e mërkurë, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët dhe me alternime vrenësirash gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, më të teksuara këto në zonat malore. Era do të fryejë lehtë me drejtim nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 15 m/s, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 8 deri 23 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 11 deri 28 gradë dhe në Bregdet nga 15 deri 27 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me alternime vrenësirash mesatare deri të dendura, të cilat do të shoqërohen nga reshishiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar në formë shtrëngatash. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e kontinentit pritet të jetë me mot të paqëndrueshëm, me vrenësira, me reshishiu, me intensitet të ulët dhe lokalisht deri mesatar. Ndryshe paraqitet situata në Ishujt Britanik dhe në Europën Perëndimore, ku moti parashikohet relativisht i qëndrueshëm dhe me kthjellime dhe alternime vrenësirash. Ktu kemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.